Drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se janë të kaluar problemet lidhur me hierarkinë në policinë e vendit. Qindra pjesëtar të policisë nga radhët e komunitetit serb u rikthyen në punë në fillim të stinës së verës, duke i dhënë në fund bojkotimit që nisi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndërkaq, ende nuk janë zgjidhur çështjet që kanë të bëjnë me doganat dhe drejtësinë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Ministri i Punëve të Brendshme Zenun Pajaziti tha sot se policia e Kosovës ka një zinxhir të vetëm komandues dhe nuk ka asnjë problem në funksionimin e tij, as në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe. Ai bëri këto komente në një takim me gazetarë në të cilën theksoi se të gjithë pjesëtarët e policisë, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike, kanë një komandë të përbashkët. Disa qindra pjesëtar të policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb u kthyen në vendet e tyre të punës pas më së një vit bojkotimi për shkak të mospajtimit me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Ministri Pajaziti tha se të kthyer u raportojnë oficerëve të tyre sipas zinxhirit komandues. Policia e Uleksit po na ndihmon shumë në këtë proces. Pra ata janë mbështetës në respektimin e zinxhirit komandues. Kemi takime të rregullta të menaxhmentit të policisë me gjitha regionet dhe stacionet e policisë, duke përfshirë edhe ato në veri të vendit. Javën që shkoi ka pas vizita të drejtorit policisë edhe në stacionet tjera ku ka pjesëtar nga komuniteti serb dhe ky proces është tani për tani shumë pozitiv, nuk kemi asnjë vështirësi në funksionimin e policisë me zinxhirin komandues ashtu siç është ligji. Çështjet e policisë, doganave dhe gjykatave në veriun e Kosovës vazhdon të jetë temë diskutueshme për shkak të qëndrimit kundërshtues të pjesëtarëve të komunitetit serb ndaj pavarësisë së Kosovës dhe rrjedhimisht edhe institucioneve të saj. Zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtësinë thanë se janë duke bërë përpjekje për të gjetur një zgjidhje për këto tri fusha dhe për këtë arsye janë zhvilluar bisedime edhe me Beogradin, duke nxitur reagime të Prishtinës zyrtare, e cila kërkoi sqarime nga shefi i misionit të Bashkimit Evropian për policinë dhe drejtësinë, Yves Kermabon. Ky i fundit ka theksuar se nuk bëhet fjalë për negociata, por kontakte të njëjta sikurse edhe me vendet e tjera të rajonit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Halidin Kuçi thotë se Prishtina është shumë e vëmendshme për çfarë do kontaktesh me Beogradin e që kanë të bëjnë me Kosovën. Ai thotë se asnjë marrëveshje që ka të bëjë me sovranitetin e vendit, karakterin unik të sistemeve të Republikës dhe ligjshmërinë e saj nuk mund të arrihet në emër të Kosovës pa pajtimin e institucioneve të saj. Ai vlerëson të paqëndrueshme pohimet se përfshirja e Beogradit në procesin e zgjidhjes së problemeve në fushën e sundimit të ligjit në veriun e Kosovës është e domosdoshme. Ai thotë se bashkëpunimi me vendet fqinje në trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit është i natyrshëm, por me të gjithë njësoj, si vendet e pavarura e sovrane. Për Zërin Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.